pari shpreh vlerësimin tim, tonin të Partisë Demokratike dhe opozicës për arpushimin e arritur në luftën në gjirin persik midis Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit. Leturojmë që ky armpushim të shtrohet në një marrëveshje paqe të qëndrueshme për vendet dhe popujt e këtij rajoni, rajon siç faktohet i një rëndësie nevralgjike dhe strategjike për energjinë e botës. Lidhur me pasojat apo me situatën në Shqipëri të gjendjen e çmimit të naftës, pa diskutim që lufta e gjirit persik në Shqipëri dhe në mbar botën ka ndikuar në çmimin e naftës. Dhe pavarësisht nga marrëveshja e armpushimit e arritur me ndërmjetësimin e Pakistanit, situata apo pasojat e krijuara nga bllokimi i ngushticës Hormuzit dhe goditja nga Irani, agresioni i tij ndaj vendeve të gjirit i impianteve më të mëdha të gazit dhe naftës, kërkojnë javë dhe muaj për të normalizuar. Ndaj dhe grupi ynë parlamentar dhe opozita kërkon me çdo kusht përmbysjen e sistemit fiskal aktual mbi litrën e naftës. Sistem absolutisht ndëshkues totalisht mbi qytetarin shqiptar. Sistemi i cili ka në bazë një taks për 1.1 euro për litër naftë. Një marzhi, një taks që të i kalon çdo vend tjetër të planetit. Një taks e cila penalizon më shumë ata që s'kan vetura se ata që kanë vetura. Ti proporcionosh të ardhurat e tyre. Sigurisht që penalizon ata që kanë vetura. Dhe penalizon në mënyrën më të pamerituar. Por penalizon më shumë fermerët, penalizon më shumë pensionistët, penalizon më shumë të gjithë popullatën tjetër me rritjen e çmimeve, rritjen e çmimit transportit, rritjen e çmimeve të përpunimit të ushqimeve dhe të gjitha çmimeve në tërësi. Pra, si gjaku i një ekonomie, asgjë s'ndikon më shumë direkt tek xhepat e qytetarëve se nafta.
ndjeshmëria, mungesa e ndjeshmërisë qeverisë ndaj këtij faktori ngjitet në nivel kriminal. Si mund të justifikohesh para qytetarëve tu kur ti vendos taksën më të lartë në botë, më të lartë se Singapori, më të lartë se Hong Kongu, 61% të çmimit të naftës e përcakton taksa. Dhe në qoftë se e proporcionon me të ardhurat, një gjerman shpenzon për naftën 1,25% të të ardhurave ditore. Një shqiptar shpenzon për naftën 7,3% të të ardhurave ditore, 7 herë më shumë, 6 herë më shumë. Çmimet po rriten, tokat djerë po shtohen. Bagtit theren sepse çmimi i ushqimit bagtive rritet. Të gjitha këto sirena që bien injorohen në mënyrën më të papërgjegjshme nga Edi Rama. Kemi 2 vende për rreth. Nuk po marrim asnjë shembull tjetër, po i lam dhe proporcionet. Kemi Kosovën dhe Maqedoninë. Ne duhet vendosim atë regjim fiskal që të paktën qytetarë shqiptarë mos shkojnë nga Elbasani për të mbushur serbatorin e benzinës në Strug, apo në Dibër të Madhe, Dibrand, apo me radhë, apo nga Shkodra në Malzi. Asnjë vetëm mashtrim, asnjë qëndrim i përgjegjshëm. Rritja vetëm nga rritja e taksës, nga rritja e çmimit në 220 lek, shteti fiton 8 lek për litër me TVSH-n, më shumë. Dhe kjo imagjinoni, kjo na del dhe rritje ekonomike. Pra kjo del dhe GDP me e lartë. Nuk ka mashtrim më të madh se kjo. Sepse u pa, është e qartë, faktor kryesor i rritjes GDP-s janë tarrat fiskale. Si kur më parë. Tani, propaganda e tij, propaganda e mashtrimit të turshme, kërkesave tona, për përgjysmërinë e taksave u përgjigjet me mashtrimin se taksat, se çmimi kanë qenë po kaq të larta gjatë periudhës sonë. Mashtrimi turpshëm, mashtrimi pa skrupull. Tani, unë kam këtu këto të dhëna. Me 7 prill të vitit 2013, nafta në bursë ndërkombëtare ka qenë $97.
në tregun shqiptar është shitur me 140 lek. 140 lek. Me 7 prill të vitit 2022. 2022. Nafta në burs ka qenë $97.2, pra e njëjtë. Në Shqipëri është shitur me 228 lek. Nafta në burs, çmimin më të lartë nga viti 2005 gjerë sot, e ka patur në vitin 2008. As në periudhën e Covidit, as në periudhën e pranverës arabe. Viti 2008 ka qenë viti në cilin nafta arriti $147 për shkak të rritjes kërkesës në bursë. Dhe në verën, në kulmin e kësaj, nafta në Shqipëri shitej 150-160 lek. Për të qartësuar, se tani nxjerr dhe njerëz nëpër telefona dhe thonë mashtur patronazhistët, se tani përveç banalizve, tani ai mobilizon patronazhistët në propagandën e tij vulgare. Këto janë dhëna të pamohueshme. Pra, asnjë rrugë tjetër nuk ka për të shpëtuar nga kjo situatë dramatike që po bëhet, përveç se përgjysmimit të taksave, vendosjes të sistemit fiskal të njëjtë me Maqedoninë dhe Kosovën. Ai s'ka asnjë lloj cipe. Ata thot i kanë taksat makinë. Të njëjtën taks në makinë kemi dhe ne, të njëjtë me Kosovën dhe Maqedoninë, plus minus 10-15 lek. Të njëjtën. Ndaj dhe duhet që ne të insistojmë në mbrojtje të interesit publik, por njëkohësisht ky është një kazus për revolt të fuqishme kundër kësaj qeverie. Është taksa e saj e lartë. Vetëm një ignorant, një njeri që nuk ka asnjë lloj, as një urit më elementare se çdo të thot ekonomi, se çdo të thot buxhet familjar, mund të pranoj një taks të tillë. Mund të verë si satër çmimin e energjisë, çmimin e naftës. Edi Rama në fushat e tij të mashtrimit dhe dezinformimit ka mobilizuar dhe po mobilizon, thash përveç patronazhistëve, por edhe sanëpirësit e tij. Me në krye Sokol Ballukun, që është edhe antar kryesor i grupit të strukturuar kriminal. Por jo i vetëm, aktiv në trillime dhe mashtrime janë edhe të tjerë, të cilët nga mëngjesi gjerë në darkë sulmojnë qëndrimet e opozitës, sulmojnë opozitën vetëm e vetëm për të mbrojtur Edi Ramën.
dëshmojnë një amoralitet të plot, flasin për sistem demokratik. Imagjinoni ju se gjerë ku arrin. Përpiqen që me sulmet e opozitës të sfumojnë aktet të paprecedent në histori, të vjedhjes dhe përdorimit të mandateve të krimit për mbrojtjen nga vjedhja të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Përpiqen të varrosin aferën Balluku. Tani po punojnë për të vendosur paqe edhe me Lali Vjedhsin. I çuan drejtor një nga eksponentet e PSD-ve. Pasi e rrifnin në burg, para disa muajsh, tani i çuan varësin e tij, drejtor në burg. Patronazhistin Kupi. Nesër, Sadushi, në një akt që kërcënon absolutisht sigurinë e Shqipërisë dhe të vendeve të rajonit, del me vendimin që ata që janë para burgim pa vendim të prerë të dalin. Ky është vendimi Veliaj, që ta quajmë, por nga vendimi Veliaj përfitojnë me dhjetra bos të drogës krerët të organizatave kriminale. Por kjo është gjetë rruga e paqes midis klaneve mafioze. Dhe keni paju që studiot e kontrolluara nga Rama nuk thonë një fjalë të vetme. Nuk shqiproj një fjalë të vetme, nuk bëj një transparencë të vetme për gjitha këto. Gjithashtu, duhet t'u informoj se procesi i vlerësimit të IBAR mbeti në klasë edhe dje. Pra, Këshilli i ambasadorëve që shqyrton këtë raport që ka të bëjë me zbatimin e themeleve, gjërave themelore, shtetit ligjor, luftës kundër korrupsionit, çdo javë mbetet në klasë. Çdo javë shtohen vendet që e kundërshtojnë. Pra, Shqipëria, për shkak të vjedhjeve të Ramës, Lubis dhe lindave të Akshit, veçohet. Dhe ai nxjerr zëdhënësat e tij të thonë se Shqipëria është para Malit Zi, në një kohë kur Mali Zi u votua pozitivisht, unanimisht, që në fillim të marsit. A do pranojnë shqiptarët që fatin e tyre ta përcaktojnë vjedhjet e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut? Unë nuk besoj kur. Ndaj dhe data 17 është dita e të gjithë shqiptarëve pavarësisht nga bindjet politike, për të cilët ëndra europiane është projekti jetës tyre, familjes tyre, fëmijëve tyre dhe vendit tyre. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Përpara se të largohen media, dua të informoj grupin parlamentar dhe sigurisht të shfrytëzoj me